Sa po mbyll shfaqja e teatrit patetik të radhës, ku kryegjyshata vendosi që të bënte zhurmë dhe sultanati vendosi që ta prishte seancën. Unë nuk kam parë kur kaq shumë burra që të kenë frikë nga fjala, sidoqoftë nuk largohem nga kjo sallë pa thënë fjalën time. Sot besoj se mora dekoratën time të parë, pikërisht sepse kryegjyshi i këtij kuvendi, Sali Berisha Dora vet, më ngjiti dhe mua nofkën dhe kjo nofkë më vlen, kjo dekorat më vlen akoma më tepër për shkak se ajo është në linjë pikërisht me baltën që është duke hedhur edhe puthadorësit e sultanatit. Po t'ishte gjallë Fanoli, do thoshte se çuturrën derbederët, mercenarët dhe bejlerët, sepse shoku Bido për shembull bashkë me atë bataren e Mender Mediave që ushqejnë qeverinë, ka zbuluar tek familja ime dhe tek Lëvizja Bashk pikërisht agjentët e monarkofashistëve grek. Se përket Lëvizjes Bashk, unë krenarisht bëj pjesë, do të them se sot që flasim është e vetmja parti politike e cila në programin e saj përmend posaçërisht popullin e Çamërisë dhe kërkon njohjen e të drejtave të tyre nga shteti grek. Një gjë të cilën nuk e bën as qafa në të cilën ka kërcyer së fundmi shoku Bido, Partia Socialiste, madje edhe qafa nga e cila ka ardhur këtu nuk e supozuara parti e Çamëve, po të flasësh me bashkëqytetar tanë Çan, do thonë se nuk i ka shërbyer as pak kauzës së tyre, por i ka shërbyer drejtorliqeve dhe ofiqeve të shokut Bido dhe të ish kryetarit të tij. Unë jam i vetmi deputet i cili nga kjo sallë e kuvendit kam mbrojtur dhe kam denoncuar në fakt gjenocidin që i ka ndodhur popullit palestinez në Gaza, pikërisht sepse për mua dhe për gjithë ne në Lëvizjen Bashk, padrejtësia që i bëhet një populli është padrejtësi që u bëhet të gjithë popujve. Prandaj unë nuk kam asnjë lloj kompleksi që nga kjo sallë, edhe pse zbrazët tashmë sepse e prishën seancën, të denoncoj gjenocidin që është kryer ndaj popullit Çam nga shteti grek, si dhe eksodin e imponuar ndaj popullit Çam nga shteti grek. Nuk kam asnjë kompleks të denoncoj dhunën ndaj emigrantëve shqiptarë deri para pak kohësh në duart e policisë greke, ashtu si nuk kam asnjë kompleks të them se unë personalisht njoh plot grek të rinj e të reja, të cilët ja kanë përkushtuar jetën e tyre pikërisht mbrojtjes së të drejtave të emigrantëve shqiptar dhe nga gjithë bota. Prandaj kam thirrje për gjithë njerëzit e sinqertë që na ndjekin, jo për ata që janë sufllaqe, mos u merrni me tymnajën e shokut Bido, por merruni me këtë bidonin që kemi për kryeministër dhe bashkohuni në protestë sot në orën 7 në thirrjen Rama i jepet dorëheqjen.